Një milioner hyri në një restorant, u ul dhe dha porosin, por u habit kur pa kamarierën që u përkul përpara një gruaje të moshuar dhe e dëgjoi me kujdes. Zëri i saj ishte i dobët, rrobat e vjetra, fytyra e lodhur. Pas pak kamarieri u kthye, i shërbeu milionerit dhe vazhdoi punën. Ai nisi të haj, por syt i shkonin shpesh tek ajo grua. Pa pritmas, pa që e moshuara i dha kamarierës një copë letër në vend parave. Ajo e futi letrën në xhep dhe i tha butësisht: "Në rregull, mund të shkosh." Gruaja u largua ngadalë me hapa që dukeshin të rënda nga jeta. I habitur, milioneri thiri kamarierën: "Ajo të dha një copë letër dhe ti nuk kthe asgjë. Pse?" Me një buzëqeshje të qetë ajo përgjigj: "Është e varfër. Kur ka para paguan, kur nuk ka më jep një copë letër që të mos ndihet keq përpara të tjerëve." "Po faturën e saj?" pyeti ai. "E paguaj vetë," tha ajo, "sepse dinjiteti dhe dëmshuria vlen më shumë se çdo faturë." Milioneri përfundoi vaktin e heshtje, para se të largohej, nxori një qese dhuratë, futi disa para brenda dhe ja dha kamarierës me një buzëqeshje. "Kjo është për ty, për zemrën tënde të pastër dhe mirësinë që nuk kërkon vëmendje." Ajo mbeti e befasuar, e hapi qesen dhe e pa plot me para. Vrapoi pas tij: "Më fal, këtu ka shumë para." Ajo kthye dhe tha me qetësi: "Është një dhuratë për ty, për gjithçka bën pa zhurmë." Pyetja është: a do bëj edhe ti diçka të mirë për dikë pa pritur asgjë në kthim? Më shkruaj më poshtë. Zoti të bekoft.